Po që nga vitin 1975, unë përveç anës fizike që kam qalu në të ecën, për shkak zhvillimit tjetër normal të këmbës majt, jam operu në atë vit prap, jam rioperu 1975 me 9 dhjetor 1975. Nësa prej asaj periudhë si nxënës i vitit parë, më kam ecë vetëm mendimin e kukëzave ortopedike, që ka qenë një barë shtesë e imja, po vullneti për jetën nuk më ka leju të nështrohem sfidave të jetës. Vullneti për jetën, a fjala për jetën me dignitet, si jeta mund zhvillohet edhe pa dignitet, po ai nuk ka vlerë, nuk vlen. Deri komplet shkollën e mesme kam kryer me ndihmën e kukëzave, shkollën e lartë gjithashtu me kukëza, po në shkollën e lartë në fakultet kam qenë me korrespondencë, jo rregullt, mu për shkak të asaj se kam qenë person me aftësi të kufizuar fizike. Në çaja në shtëpi, kur paraqitej afati shkoja qoftë me një vllau apo me një dikën, se vetë kam, po, ajo ka qenë karakteristike se unë pak përcjellës shumë pak kom mujt me. Po kjo nuk ju ka ndalë që me krye të shkollimin e në altë universitetin? Po jo, ato nuk ka qenë pengesë, kam poshtu si parim gjithmonë pavarësimin jetë. Edhe besoj e kam arrit ati qëllimi. Një moment të rëndësishëm në jetën e Azem Gjergjinit thot se ka qenë kur është ndeshur në librin Romani përsëri në këmbë, i cili bëri që të kishte një pikëthesë në jetën e tij. Ndërsa si motiv shtesë që më ka ndihmu të mos i dorëzohem jetës, padyshim është Romani përsëri në këmbë. Edhe mendoj për konceptimin, këndvështrim timin, që ai libër është ndashtuj Bibël, ndashtuj Kur'an, për çdo person me aftësi të kufizuar pa e lexuar atë libër nuk. Dhe kur kësaj shtohet edhe jeta si shqiptar në këtë kohë, se në gjithë shqiptarët kemi qenë në një forme të diskriminuar nga e drejta që në ka taku si popullat shumicë absolute në Kosovë. Kur edhe i shtohet kësaj, atëherë pesha e barave të jetës ka qenë dyfishtë për mu si person me aftësi të kufizuar fizike. Në vitin 68 kam qenë dëshmitar i demonstratave të vitit 1968 si nxënës i klasës 2 të shkollës fillore, po jo pjesëmarrës, vetëm dëshmitar. Se në moshën 9 vjeçare të vitin 68, kuptohet që 9 vjeçari i vitit 68 nuk mund të krahasohet me 9 vjeçarin e sotit. Se është niveli shumë i lartë i vetdijes për shkak të mjeteve të informimit, për shkak të komunikimit, për shkak të pozitës materiale, gjendjes ekonomike, si faktorë kështu që ndikojnë në personalitetin e njerit. Kështu që në vitin 68 aty më ka lindë kurreshtja vetëm në çështjet kurreshtje si kom pa në atë demonstrata, jo një studimore, po vetëm pse janë që kujtoj atëherë se prej atëherë kam dëgju për herë parë për Adem Demashin si figurë emblematike e kombit shqiptar në Kosovë, dhe personaliteti që me çdo vjet të jetës time nuk njeh personalitet më të përkushtuar